Pra shifni, këto janë gjëra që duhet me i trajtu me kujdes. Ate janë trajtuar këtu nga institucionet e Kosovës, sepse ka patur shumë, zoti Haradinaj, ka patur shumë spekulime, kështu që ka qenë zbulimi agjensive mike të Kosovës një moment i tillë. Ka patur dikush që ka thënë që është organizimi brendshëm. Policia jonë, inteligjenca e bojnë punën. Mishonët e sigurisht tona e bojnë punën. Alatet e sigurisht e bojnë punën. Pra, sa i përket mekanizmave, trajnë ligjeve të sigurisht jemi në rregull. Sa i përket qeverisht nuk je mirë. Po. Nuk je mirë. Edhe pas Banjskës, pas sulmit në Banjskë, me marrë sankcione Kosova. Mu vendos 9 sankcione Kosova. Për çka? Për qëllim dallim. Pas Banjskës me të ndalë dialogu strategjik me Amerikën, lutem. Hajde ti çka, dikun që ka përputhe të, si ka mundësi, ti me qeni qenë mund, prej terrorizme, me të vra polici, me ndodhë luftime, me qenë vizuele, edhe prap nenën sankcione, edhe me ndalë dialogu strategjik. Do të mjashtu. Do pyetje vetë na, çka ka ndodhur me ne? Pse është? E kam pyetur kryeministrin Kurti mu për këtë. Pse është ndodhur dialogu strategjik? Edhe e kam pyetur. A din dikush më na shpjegoj? Është mund për situatën në veri të vendit, është mund për zgjedhjet komunale atje. Jo, nuk është për situatën në veri. Është për keqpërdorimin e çdo situate për pak vota, për pak pushtet, për showbiz. Se situatën në veri na ka ndihmuar, Amerika na ka ndihmuar që 26 vjet, 7 vjet me majtë rënë dhe ligjin veri. Dhe që 27 vjet fëmija Amerikës rujnë veri. Po. Edhe sot ku po flashin ushtarët amerikanë rujnë veri. E kam pyetur Kurti. Te lojrat politike, keqpërdorimi, showbizi që ka bërë kë, kemi hyrë në sankcione, na është ndalë dialogu strategjik. Dhe zhvillimet janë këto që janë. E kam pyetur mu zotin Kurti për çështjen e veriut